Prefekti i Qarkut Dibër Nezhbedin Shehu mblodhi këtë të premte drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel vendor për Qarkun Dibër. Gjatë këtij takimi u analizua puna dhe detyrat e lëna në mbledhjen e kaluar. Prefekti Shehu tha se të gjithë drejtuesit e institucioneve apo përfaqësuesit e tyre që ishin dërguar në këtë takim raportuan mbi punën e bërë dhe problemet që kanë hasur gjatë një muaji. Sipas Shehut, një theks i veçantë në këtë mbledhje i është vënë parandalimit të zjarreve në masivet pyjore për shkak të rritjes së ndjeshme të temperaturave, si dhe menaxhimit të sektorit të turizmit për periudhën në vazhdim. Mora takim me drejtor të rajonal këtu në Peshkopi dhe bëm analizën mujore të punës. Gjatë këtij muaji kemi pas problematika që me të cilat jemi marrë, është rasti i murtajes tek timtat. Jemi marrë me punën përgatitore për eliminuar rastet e zjarreve dhe me qenë se temperaturat po ngrihen për të qenë gatshëm gjitha strukturat për të reaguar në kohë. Po kështu edhe problemet e turizmit kemi trajtuar një takim veçantë para ca ditësh, po edhe sot i trajtuam me qëllim që të jemi të gatshëm edhe të kemi sezon turistik të suksesshëm më të mirë se vitet kaluar. Nga ana tjetër, prefekti i Qarkut Dibër Nezhbedin Shehu tha se në këtë mbledhje u lanë detyra konkrete, realizimit të cilave do të raportohet në mbledhjen e ardhshme.